Fjala la ilaha illa Allah është fjala më madhështore që ndonjëherë njeriu e ka shqiptu. Fjala la ilaha illa Allah është fjala më fisnike ndër gjithë kohrat. Fjala la ilaha illa Allah është besatimi dhe zëtimi më fisnik që ndodh mes robit dhe Zotit. Nuk ka ndonjë besë, nuk ka ndonjë zëtim që mundet me ndodh mes robit dhe Zotit Gjella wa Ala se sa fjala la ilaha illa Allah. Prandaj pejgamberi ynë alayhis salam në hadithin e vërtet, dëgjoje këtë, ka thonë: ai i cili thot la ilaha illa Allah sinqerisht nga loqka e zemrës së tij, do të hyjë në xhenet. Do të hyjë në xhenet. Por është kogja përpjekje, don kohë, është proces, kërkon bindje, kërkon vendoshmëri me dalë prej loqkës zemrës kjo fjalë. Po dul prej loqkës zemrës kjo fjalë, një herë me dalë. Kur mo nuk kërkon rrugë tjetër, asnjëherë. Se ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam: men dhaqa ta'ma al-imani, ai i cili vetëm një herë e ka kërku, e ka provu, e ka shiju ambëlsirën e imanit, nuk kthehet prapa ky kur